Ky emision përmban vendosje të produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje. Jemi në dhjetor dhe dhjetori është zakonisht festiv. Dhe zakonisht kur janë festa të kujtohen disa miq që nuk i ke parë, por që e din që do t'i shohësh, për shkak se janë fytyra publike, për shkak se janë fytyra që i do publiku, për shkak se janë fytyra që gjithmonë sjellin diçka të re dhe të bukur. Një të tillë, unë sot e kam ftuar për ju miq të nderuar dhe për veten time personale, për shkak se e kam mike shumë të mirë, e dua shumë si këngëtare, si profesioniste dhe si njërën ndër këngëtaret që mua më flen më së shumti në shpirt. Pranë me, miq të nderuar, Mihrie Braha. Përshëndetje, nderuar. Mirë se ke ardhur, Mihrie. Pasha je të folë për mua. Për ty se... Faleminderit shumë, e vlerësoj, jashtë masë shumë. Të din që edhe unë të dua fort. Shumë, ne duhem... Dhe kam respekt, përveç dashnisë, respekti jam është sakto e deri në qiell, për ty personalisht, por edhe për familjen tënde. Faleminderit shumë. Publiku nuk e din që ne jemi të lidhura fort dhe jemi mike shumë të mira, jashta skenës, jashta dritave vezulluese të skenës, jemi mike shumë të mira dhe ndajmë shumë qaste të bukura kur bëhemi bashk, rrallë bëhemi bashk, po kur bëhemi bashk, vazhdojmë aty ku e kemi lënë herën e kaluar. Dhe këtë bashkim vetëm Naimi ka një herë na e trazon, por gjithmonë na e trazon me të mirë dhe me batuta fantastike. Sot nuk e kam ftuar me Naimin, e kam ftuar vetëm vetë, për shkak se kjo është personalitet në vete, është këngëtare në vete, dhe për këtë flet edhe dokumentari të cilin e ka përgatitur Ben Apolloni. Mihrie Braha ka lind Mitrovic, ku kaloi fëmijërinë dhe kreu shkollën fillore të mesme. Në moshën 9 vjeçare u regjistrua në shkollën e muzikës në vendlindje në degën e pianos. Aty mori pjesë në aktivitete të shumta artistike, valle, dram dhe koncerte shkollore, duke treguar qysh herët talentin dhe prezencën skenike. Krahas artit, ajo përfundoi shkollën e mesme të mjekësisë dhe më pas kreu studimet e larta pedagogjike. Rrugtimi i saj artistik nisi zyrtarisht në vitin 1984-1985. Hiti i saj i parë, Shumë kërkova, u prit jashtëzakonisht mirë dhe e bëri të njohur në Kosovë më gjerë. Në vitin 1985 mori pjesë në festivalin Ocarina e Art me të njëjtën këngë, ndërsa videoklipi i saj i parë u konsiderua i guximshëm për kohën dhe theu shumë paragjykime. Në vitin 1988 ajo u njoh me Naima Bazin, partnerin e saj të jetës dhe karrierës, me cilin ka një djalë, Platorin. Pas shumë koncerteve e festivaleve për gjatë viteve të 90-ta, në vitin 2002 publikoi albumin e saj Eja me 12 këngë, ndërsa në vitin 2006 solli albumin e Refuzova me 11 këngë që u bën shumë të dëgjuara si Makadal, Puthje Kosovare dhe Lotët në përfaqe. Përmes projekteve të shumta muzikore dhe videoklipeve në vite, ajo e ka ruajtur popularitetin si një ndër zërat më të dashur të muzikës shqiptare. Edhe tani pas 4 dekadash, Mihrie Braha mbetet shumë aktive, ajo vazhdon të mbaj koncerte, të performojë në emisione të ndryshme si në Odeon Show e të tjerë dhe vazhdon të sjell këngë të reja. Në vitin 2025 publikoi këngën Po të isha ujë në oqean, duke treguar se krimtaria e saj nuk njeh pauzë. Edhe në aspektin vizual ajo ka treguar aftësi për të ruajtur rininë e përhershme, gjë që vazhdimisht ka bërë që të tërheqë vëmendjen e publikut. Me një karrierë që përfshin 4 dekada, Mihrie Braha është rritur bashkë me disa gjenerata të publikut shqiptar. Zëri i saj karakteristik, energjia në skenë, bukuria, profesionalizmi dhe edukata e marrë nga një familje ndershme e dinjitoze e ka shndruar në një nga ikonat e muzikës shqiptare. Po aq e rëndësishme është edhe mbështetja e bashkëshortit të saj, Naima Bazit, i cili ka qenë një shtyllë thelbësore në rrugtimin e saj artistik dhe njerëzor. Ajo edhe sot mbetet një emër që nuk njeh mosh, një artiste që vazhdimisht krijon diçka të re dhe që ruan me dinjitet një opus të gjerë muzikor që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në kulturën shqiptare. Prandaj, sa herë që bëhet fjalë për dikë që qëndron fuqishëm në skenë, për dekadat e tëra e pa humbur freskinë, që punon pa u ndalur dhe që është bashkëpunëtore e shkëlqyer, Mihrie Brahën të gjithë e kanë në majtë e gjuhës. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Mihrie, ndoqëm dokumentarin edhe në dokumentar janë krejt gjërat faktike. Gjërat tjera do t'i flasim në dyjat. Pavarësisht që unë i di shumicën prej tyre, megjithatë janë disa gjëra që publiku nuk i di. Si për shembull, ti ke lind në Mitrovic. Në një fshat. Në një fshat.
Dhe a i fshat bile përmendet për femrat më të bukurat ati rajoni. Është vërtet. Me qikat suodollit tojnë nuk Po, nuk ka. Edhe thojnë me aklëk të suodollit, se nana ime, kur ka qenë e re, e ka pas një gru në suodoll që i bante aklëk. 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 Për qito nuk e pas na ditë shumë, por që qikat e suodollit me pasën shpe u konë super premi. Po, qashtu. Por edhe djant, kur kanë lyp nuse, kanë thonë, është i suodollit, me njëre kanë pas favore. Do më thonë, se jetojnë në suodoll, vajzat mira, të ndershme, të kulturume, familje të bukra dhe gjata të mira, të zojat, edhe thëshin zojat edhe në magje, edhe në shtëpi, kështu jashta, edhe jashta shtëpis. Do më thonë, me të gjitha punët që fshati i kërkon. Edhe Miki, si e thrasim ne, Mihria, kalin në suodoll. Si ishte fëmiria? Gjeri, unë jam fëmiu i 4 i 2 prindve të mi. Në realitet jemi 7 fëmi, janë 3 matë mëdhej se unë dhe 3 matë vegjël se unë. Unë jam ajo e mesit që gjithmonë e kum pas diqysh si mirë, si mesi i artë ashto. Kur është dash me punu diçka punë matë mëdhaja, do me thonë kanë shku ata të mëdhej. Kur është dash me dalë me blej buke, do cikrime që shto kanë shku këta të vegjlit, unë e gjithmonë jam kono ho-ho, kështo, për qefi. Por e si e vogël kam tregu që kam talent për muzik, edhe kom majt koncerte, dyqysh me thonë koncerte. Para misafirve të sidomos të babës kur kanë ardhë, shok të shoshnia me familjarë, do me thonë, edhe më tregojnë ata që qashtu si 3-4 vjeqe kom dalë, kom bo recitime, këndimet, kongve. Këtu kam tregu që kam tregu pak talentë, do me thonë sa i përket muzikës, pavarësisht që motra ime e madhja dhe ajo ka këndu shumë bukur, por nuk është që ka qenë asi tipi që del ose e ka shprej. Nuk është që e ka shprej shumë. Po mirë, ti ke dalë, do me thonë, në kuadër të familjes, po cila ka qenë ajo shtytsja që me dalë edhe jashta shtëpis? Tani, e para punës, për du me të thonë diçka që nuk e këmë thonë asë njëherë, nana jam, kur ka qenë shumë e re, kishte pas këndu bukur në për dasma. Që shenë but dasma tona tradicionale. Do me thonë ka këndu me def, me një të afrme të vetën, kushërin që ka pas, edhe dasma do me thonë i pas ka bu shihret nana jam duke këndu me def. Si duke, tonë e kom trashëgu unë, motra e me madhja, Lora, edhe një vlla imi, do me thonë i kemi ngjanë nanës, kemi trashëgu diçka prej nanës. Edhe motra jam me që ka qenë fëmiu i madh i prindve të mi, nuk ju ka dhonë hapësira, nuk e kanë leju me këndu jashtë shkollës. Në momentin, sepse mentaliteti ka qenë i atil, në momentin kur unë kam ardhë në shpreje dhe kam tregu talentin pastaj edhe në shkollë, në për programet e shkollave që ka qenë dita shkollës, 8 marsi, dita flamurit, e këto aktivitete, do me thonë, mu arsimtarja e muzikës më ka aktivizu në grupin e shkollës. Edhe aty kam fillu me këndu dhe ndërkohë paraqitet edhe vllavi jam, e qëtë koken edhe aj, se edhe aj po këndan, po meret me këndem, edhe na regjistrojmi në një shoqëri kulturartistike, do me thonë që dalim pak për te... Për te rjedhave të shkollës. Keks, kjo. Dhe kur fillojnë tash aktivitetet tona, edhe shtrojt pyetja pse me lonë mirin me këndu, motra e me madhja thotë, mu nuk më keni leju. Atëherë pas keni me ndalu, sepse une i dal kra dhe falë, do me thonë të gjitha sukseset e mija, deri sa nuk e kum njoft na imin, ja kushtoj, ja dedikaj motrës tamë madhës. Sepse ajo ka pas pengesa, kurse për mu, pengesat mi ka heq motra me madhja, që unë e duhem me përshëndetet dhe me falenderu për zemërsisht, se s'pala saj, unë jam kjo këto ku jam. Bravo. Deri sa nuk jëm njoftu me Naimin. Pastaj, kur jëm njoftu me Naimin, atëre kom pas shumë më lehtë, sepse dashuria dhe profesioni u bën dy gjëra të kombinura aq bukur, sa që unë nuk e di si kisha me qenë ndryshe pa Naimin.
Fola shumë. Jo, po ishte, është tregim Ktheva shumë i shumë mrapa bukur. në kohë. Është tregim shumë i bukur. Unë i kam ditë rrjedhat e tuja, po nuk e kam ditë këtë situatën e motrës. E ta themi kështu që Lora pastaj e ka pas edhe më lehtë. Lora në dorën zamër, në njërën anë e ka pas letë, po në anën tjetër e ka, edhe sot e kësaj dite e ka vështirë. Po, po. Gjithmonë i parapri anë e miris, motra miris, Lora. Motra miris, Lora, apo kuptan? Do me thonë, sa i hapën rrugët, edhe dyrt i hapën, ndjek mrapa ajo, sikur që ajo thot që ka shumë normale, apo kuptan? Po, unë e ka njëherë mendoj që ani jam Lorës në disa raste mundet me zbeh pak, si me thonë, kreativitetin e saj, ose aftësit e saja, të interpretimit e të tjera. Edhe pse të gjithë e njopim edhe Lorën që është këngëtare shumë e mirë. Po, e vërtet, ama dhe ngjajmë shumë me vokal. Do me thonë, kur hymë në studio me incizu këngën, ajo këndon për vete, unë për vete nuk e din cila është cila. Ndodhë ka njëherë, kur bujmë në i duet, edhe dalim në skenë, haroj se kam këndu për shambull moti atë duet, haroj a filloj unë e para, a fillon Lora. Tash cili bashkë zanit, unë e kënoj pjesën e Lorës se menoj që është zani janë. Dhe kjo është shumë e bukur. Po, edhe kjo është shumë e bukur, po. Po edhe me Lorën jam shumë e lidhur. Mirë, paraqitja e parë në skenë, a kanë ardhur prindët me të pa? Jo. Se nuk kanë ardhur? Nuk e di. A i tha ardhë pak si randë, apo se... Ka qenë dita shkollës, edhe është e vërtet që ka qenë qfaqja, ka qenë programi, ka qenë i pregaditun për prend. Po. Do me thonë, na kemi këndu para prendve. Unë nuk e di pëse s'ka orë nona jam, nuk e di asë pëse s'ka orë baba jam, po për babën e di që ka punu. Ka qenë orar të punës, edhe ka punu në shkrijetore, në Zveçan. Po. Që tash është pjesë veriore, që dhe su dolli është pjesë veriore. Nana si janë vise, nuk e di pse s'ka arë, veç edhe janë vise me 7 fëmijë halali qoftë. Do me thonë, me i rritë, me i lanë, me i eduku, me i shkollu, 2 prind vetëmi, sa të kësaj dite... Si ndjekti? I ke pa gjitha ta prind aty? Nanën se ke pa, babën se ke pa. Apo i ke qene pajtume me atë situatë? Këto kisha ndërlidh diçka tjetër që më kujtoj, se kur kam dalë në skenë, ka qenë hera parë. Edhe unë kam qenë kogja vogël, nuk e di, a kam qenë klasë 2, tretën, se besoj që kam qenë tretën, klasë 2. Po ka qenë orkestre me mandolina. Dhe unë përveç që kam qenë inkuadrume në korin e shkollës, i kom këndu edhe 2 këngë. I kom pasëm i këndu 2 këngë. Mora testin edhe Ani Morinuse. 2 këngë të të madhës në qëme. Mora testin, o me mbushuje, o me mbushuje. Sa bukur është këngë. Po, këngën e Nezmije Pagarushës, 2 këngë të saj, edhe une hera parë që po dalë para publikut, kur po ndalë në skenë, kam marrë duar trokitje edhe jam këthy. E kam këndu këngën e parë, edhe jam këthy. Atërë më ka këthy mësusja, më ka thonë shka, këndoj edhe këngën e dytë. Sepse prej duar trokitjeve, që jam frigu, ka qenë befasi, ku me di se si kam reagu në ato momenta, edhe jam tërheq prej duar trokitjeve, jam këthy mrapa. Atëherë mësusja më ka këthy edhe një herë, edhe më ka thonë këndoj këngën tjetër. Edhe jam këthy e kam këndu këngën tjetër. Por koridori i shkollës u bo si sallë e koncertit. Do me thonë, ka qenë forma e koridorit në shkronjën L, dhe L-in mes këto, u bo bina, edhe në të 2 anë të koridorit, karikat, edhe aty kanë qenë prind. Po kanë qenë prind e nëzonsave tjerë, po ju prind e me. Nuk e di s'di me spiguar që jëmë se s'kanë qenë. Kur je këthy në shtëpi? Kur je këthy në shtëpi? Kur jem këthy në shtëpi, normal që pastaj kanë qenë pyetje, që shkallu, që shini ndje, nana, a ke veshën bukur, a të pëlqyn, do me thonë, këto kanë qenë ato pyetjet. Po, një të mirë, nana me ka pas që na ka mbajt shumë të pastër, do me thonë, që ato kushte që e kena pas na ka mbajt mirë, pastër edhe elegant. Do me thonë, kemi qenë këgja të veçum në shkollë, sepse nana që ashtu na ka ndërku në shkollë. Shumë bukur. Kjo ishte paraqitja e parë e Mirje Brahës. Para një publiku të gjerë, pavarësisht se kanë qenë prindër të shkollës.
paraqitja e parë në skenë në qytetin e Mitrovicës. Në qytetin e Mitrovicës, pastaj që u regjistru unë dhe vllau jam, në shoqërinë atëre ka qenë Boro e Ramizi, ka qenë e kombinuar me kombësi të ndryshme, dhe na kemi pas pjesën tonë në gjuhën shqipe. E ka qenë orkestri aty, edhe më kujtohet... Sa vjeç ke qenë? Kam qenë dykon 14, 13, du më thonë, nështë kam qenë halo, ose klasa e 8, Ose viti parë? ose viti parë i shkollës mesme. Po unë mendoj që kam qenë klasën e 8, nëse nuk e bëj. Edhe përgatitet programi artistik, edhe vjen një ftesë prej TVP-s atëherë, me bu një gjirim program për e djelën, duke të djelëve ka pas muzik, një emision muzikor. Edhe unë e veshun me dimija, krejt mendoj që i kom pas nonës tam, krejt mendoj që nonës tam i kom pas, se nuk e di sakt. Edhe kemi ngjizu këngën e kom këndu ande i brit dhe kalase, atje afër në Zveçan, do dhe të kombinat i bukur, është i madh sa një vegan, ditë natë pandal punojnë, as një herë nuk pushojnë, kjo është fabrika treqes krenaria jonë. Kjo ka qenë kënga e parë, edhe ka qenë interesant që për herë të parë kom dalë në televizor, të më thonë me qitë këngë, edhe e veshën me që ato dimijat nonës tamë, e veshë si alla turka. Do me thonë, praktikisht kjo është dalja edhe në Mitrovicë, po edhe në... Po, sepse programi që u pregadit për qfaqje, ishte i gatshëm për emision. Po, Kjo ka qenë dalja ime e parë në opinion, pastaj fillojnë shkollat, kena pa në televizor, fillojnë në... Si ndikoj kjo në ty? Lagja, mahalla. Po, në lagje, do të thotë, në klasë, çka të thonin miqt, çka të thonin shokët e klasës, shoqet e klasës? Pa të regu një sen jo të mirë lidhja me këta, se na mendojmë që krejt gëzohen kur të shohin televizor dhe ta dhurojnë, ta ankohen për shembull. Po normal që komentet kanë qenë shumë pozitive e krejt, po edhe atyre kanë qenë shumë e re, nuk është që i kom ditë shumë ju gëzu faktit. Po i kom pas do shoqe të fëmirisë që jemi rritë bashkë me to, dhe njona prej tyre shkon në shtëpi dhe i thot nonës vet, i shoh televizorin, thot çetë se ka meknu miria. Ja, s'është e mundën. Ajo pa ka qenë arrogante, ma temperament ashtu. A rrat, s'është e mundën. Ajo meknu në televizor. Po, shojnë televizorin, dalon në televizor atë. Va dhe që të më dole. Edhe ka qenë interesant edhe më ka tregu vetë ajo, si fmi, do me tonë, shoqja aja më tregoj ke qa ka bu nona vetë, kur më ka pa mu në televizor. Do me tonë, jo krejt të knaqen të pa. Sepse është edhe lakmia, do me thonë. Është edhe lakmia, pak xhelozia, pak edhe... Po shikon, lakmia të kalon në xhelozi. Do me thonë se duke lakmu me qenë fëmija i vetë jote, atëre kalon në xhelozi. Bile kjo unë menoj që është kogja rrezikshme. Por që pastaj... Po te i kalon. Këto gjana garant kanë përcjell gjatë komplet jetës. E tregova me qëllim që në këtë fazë në të cilën jam, do me thonë, nuk është që gjithmonë e kena pasë krejt të shtruar me lule. Do me thonë, vështirësi kemi pasë. Edhe ka pasë edhe xhelozie, nërskënca e plot gjërat e tjera, po që... Pa tjetër, por me gjithate, ti je këtu ku je, fal punës, fal talentit, fal punës, se gjithmonë të gjithë thonë që 1% është talentit, po 99% është puna. Dhe ti që nga ajo kohë nuk je nda muzikës, nuk je nda këngës. Cili është bashkëpunëtori i parë, të themi, cili është kompozitori i parë, i cili është marrë me ty? Deri sa e kom kriju emrin tim si njohur, s'po thamë e famshme, por si e njohur një herë në qytetin tim në Mitrovicë, sepse pastaj më staroj me thonë edhe diçka me që kemi fillu kështu gradualisht etapat e jetës tamë. Pas një periudet kohore në shoqërinë kulturore artistike Boro e Ramizi, shkëputemi unë edhe vllau dhe kalojmë në shoqërinë Akumulatori që ka pas orkestër vetëm folklori. Dhe ka qenë në kuadër të fabrikës Akumulatori në Mitrovicë.
Dhe aty e kam zhvillu pastaj karrierën time dhe kom marrë pjesë në festivalin Kosovarja Këndon. Kështu jam ngrit gradualisht, hap pas hapit. Edhe në festivalin Kosovarja Këndon, atëherë pritna shumë mirë, hy në finale, edhe shpërblena, edhe filloj me marrë famën jashtë Mitrovicës. Do me thonë, dhe me që isha finaliste, më trasin me shku në Radio Prishtinë me incizu kangën. Dhe ka qenë kanga e Nazmije Hoxhës, cilën e kam performu në festival, e që e kam incizu për herë të parë në Radio Prishtinën e asaj kohe. Dhe ka qenë kanga Ti moje shega guracake, sa e bukur moje paske qenë. E hajde, unë si ty s'kam pa njeri, aman. Diçka që shto. Bukur sa bukur. Po, edhe ka qenë Po kanga... të kujtohet edhe, falemderit që ma rikujtove këtë kangë bukur. E gjimnazit. Do me thonë, kam qenë nxanse dikon në vitin e 2 shkollës mesme në gjimnaz. Sepse në vitin e 3 dhe të 4 kam qenë në shkollën e mesme të mjekësisë. Po. Ka qenë atëherë. Kur jemi të mjekësia, ti e ke mjekun në shtëpi. Po, është e vërtet. Kur je njoftu me Naimin? Cili vit ka qenë? Ka qenë Kosovarja Këndon kur Naimi, qysh ka ardhë, te ka ardhë. Në Kosovare, unë nuk e di, po Naimi ka qenë shikus. Unë kam qenë pjesëmarrëse. Po ka qenë... Cili vit ka qenë ky, po mendoj hera e parë, hera e dytë, hera e tretë, ka qenë hera e tretë, dikon hera e tretë ka qenë sepse une kam qenë maturante. Atëherë tash kam qenë në vitin e dytë. Po, tash maturante. Tash kam arrit të maturantja. Dhe isha në fazën kur unë e llogarita veten si të rritur. Tash jam bëhe madhe, fillojnë ato gjigjat, edhe ndjem vetën që wow, që tash me gjetë një djalë... Pa tjetër, jam në gjendje me i thonë po, me dashuru. E kështu me radhë dhe Naimi në Radio Prishtina atëherë, super i njohër, kanga tina në dëshira, fontan dëshirash, kërkohej shumë edhe u dashurova në zërin e Naimit. Naim avazi, njëtën temë se kisha pa. Vetëm përmes radios edhe ka pas kangën Oj Kosova jonë. Shumë het atëherë. Dhe tash edhe her pas herë edhe kangët e mia kërkohen në radio, do me thonë edhe del Eni dhe mu dhe Naimi dëgjon për mu. Dhe vjen prej Prishtinës në Ferizaj me pa festivalin Kosovarja Këndon dhe më shë aty. Edhe më ka pa nga publikus, si shikus do me thonë. Por unë nuk kam ditë asgjë. Dhe Naimi dashurohet në mua në atë periudhë kohore. Ose është hera parë që Naimi më ka pa mu fizikisht. Kurse unë e kthejna në Prishtinë, në Mitrovicë, edhe e regjistroj pedagogjin në Universitetin e Prishtinës. Si studente brucoshe. Naimi atëherë ka qenë në vitin e 2, nëse s'gaboj në mjekësi, edhe më trasin me shku në shoqërinë kulturartistike Berancuri. Në të cilën Naimi e kish pregadit terrenin krejt, do me thonë. A i kish pregadit terrenin krejt, kur ta kesh Naimin në emision, e pyet edhe tregon ai vetë. Edhe më trasin për një koncert turne në për Kosovë me shoqatën luftë kundër kancerit. Dhe aty inkuadrona une edhe aty takohna me Naimin. Jëm takunja 3 herë me Naimin, po nëse këm ditë që është Naima Baze, se kisha pa kur në televizor, se kisha pa s'ka pas rrjete sociale? Jo, rrjete sociale, se ish. Edhe kështu në herën e tretë të takimit ton, po jo që unë e kom ditë që Naimi që nga këto prezent, në koridor të Pallatit Rinis, ku ishim të i zhvillu provat, më tha, mirë mrama dhe unë jam Naima Baze, e aty mu sillë Pallati Rinis. Edhe i tash, okej, unë jam Miri Ebra, edhe aty ka qenë takimi jonë i parë. Dhe turneu tani ka qenë në muajin mars, që ka qenë gjaton mujit, do me thonë, koncertën e gjithë Kosovën, në salat më ta e të vogla. Aty u lidhëm, edhe aty e njohëm më shumë njani tjetrin,
Edhe ishte ai turne, pikrisht ajo periudhë kohore që muajin mars unë e Naimi e kemi kogja festiv kështu, se nuk e majmë mend datën e sakt kur i kemi thonë njani tjetrit po, por muaji mars është muaji më i bukur i vitit sepse na kujton kohën kur unë edhe Naimi jemi dashuru, kemi fol shumë, kemi nejt bashkë shumë dhe i kemi thonë njani tjetrit po. A i manë mend kur ta ka prek dorën për herë të parë? Në autobus tu për koncert. Edhe si u ndjeve? Shiko, Gjere, unë isha e dashuru me Naimin, marrësisht. Por e luisha atë femrën me vetull për pjetë. Po, kishe s'po ma din mu. Po, jo tash pe testoj këta, dhe me thonë qka është në gjendje me për mu. Dhe e vësha në sprov Naimin, her pas herë, do me thonë, si femrat pak me huje. Me huje në atë kuptimin që për një me a ka seriosisht, apo po lunë me mu, apo kuptan, apo ndonë seriosisht, apo jo. E kështu që ato momentet më të bukra që i kujtoj është kur përfundonim koncertin, përfundonte edhe darka, në autobus edhe në Prishtinë, po deri sa shkojsha unë te Axha jam, Naimi më përcjellke gjatë asaj rruge. Edhe aty ka qenë prekja e dorës, përqafimi, ledhatimi edhe putja parë. Sa e bukur kjo, shumë e bukur. Po, edhe kjo ka ndodhur në vitin 1985. 1985. Sa bukur. 85-ën unë... 2025. Unë jom martu. Ma në 2025 të njena. Shumë e bukur kjo që na e tregove. Isha brucoshe, do me thonë. Nuk e kisha kalu atë maturën, do me thonë që i thash vetës, po tash je pregaditun për me dashuru. Sepse njeriu edhe piqet për me Sa zgjati kjo dashuri para fejesës, para martesës? 7 vjet. 7 vjet. A e kanë ditë familja që ti e me Naimin? I premtova nanës tam një herë në një rast, sepse ndërkohë vllau jam në fazën e pubertetit, sikur i humbë ngjyra e zanit edhe e lën muzikën. Po. Dhe ajo që vazhdoi muzikën isha unë e vetmja e shtëpisë. Dhe tani udhëtimet, një femër prisu odollet, ishin kogjatë të vështira për me akceptu dy prentemi, ndjes paqen. Edhe fillojnë pak diskutimet, dilemat, a më mleju, a mës më mleju, po të ngucë në i kush, po të raton në i kush, po të mashtron në i kush, po sharron dikon, e ti nuk... Brengat normale të se cilit prend. Fix. Edhe i premtova nanës tami, thash, në momentin që unë e kam e vendos për një djalë që kam u dashurun ta, njeriu i parë që kam i tregu kime konë te. Besën për ta do. Edhe qashto premtova, i dhash besën nanës edhe në momentin kur unë i kom tha Naimit po dhe kom pa vetën që jam dashuru fund e kry koke këmbë me Naimin, jam shku në shpe dhe i kom thonë nanës, unë jam njoftu, jam dashuru, edhe kam vendos që e kam taku fatin tim njeriu e jetës. Një herë ka qenë pak një shamat, një intonacioni i tonit ka qenë i lartë, i ngritur. Qysh je re, bret, kush është taj, se njohem, ta familje ka, a ka daj, a ka teze, holla. Po, sepse na nuk është që kishim shumë lidhje me Prishtinën, se ishim në Mitrovicë dhe kreta Kraballoko ishin andej, nuk ishin kënej në Prishtinë. Edhe baba jem u tregu shumë i menqur, tha thire një dit me arte në shpen. Dojna me njoftu Naimin. Edhe tras Naimin i thom, Naim, ata po dojnë me të njoftu, thot po mëra, s'ka problem, unë e vi veç kalzom një kur po dojnë me ardhë. Ju thom këtyne prindve familjarve, ju thom, po, ajo shti gatë shumë me ardhë, do më thonë se ka seriozisht nuk është që është të buaj gare me mu. Edhe vjen Naimi, vjen për me najt pak, po bujti aty. Nuk du me të pyt me kon bujti.
Jo, ka bujt jo me mu. E di. Ama, kur u qonë më nëgjes, me i la sytë dhe dhamë, të nja majta të shkiri. Edhe i thasha, a je qliru, a je ala me presion psikologjik, tha jo, jam shumë okej. Familja jote e mrekullueshme, më tha. Shumë bukur. Po, kjo dashni zgjati 7 vjetë. Edhe këtu të them, dhe prej ati momentit, unë e ma nuk kam pas probleme, sepse ku do që kam shku, i kam thonë nanës edhe babës tem, jo me Naimin. Dhe nuk kam pas probleme ma. Ndodhe 7 vjetë, sepse unë e kisha vllaun ma tritun se unë, edhe unë nuk do isha mu feju para vlau tem, se s'do isha me prishë rani. Ate deshta me në realitet na bashkjetonim. Sepse unë e visha në Prishtinë, risha ka një avdet, dhe unë s'kom pas ku me najtë të tërkon, përveç të Naimi. Dhe unë e kam hy edhe kam dalë për 7 vite, do me thonë, në familjen e Naimit. Por di me të thonë diçka interesante, që sa do që për ato 7 vjetë që kam qëndru edhe kam hy e kam dalë, kam bujt, jam erë, jam terë, në shpinë e Naimit, gjatë bashkjetesës, kur ju martu ka qenë krejt tjetër epitet. Ka qenë tjetër ndjesi, sepse u bëranuse, edhe më takonte... U zyrtarizu, edhe më takonte me pas tabakun në ndorë, epiteti nuse, emri, do me thonë... Me qitë kafe, me qitë kafe, me qitë qaja. Po, edhe me të ardhë misafert, nëse e konë të dalë të dera, nështë ashtë mu këthy, nëse s'ke pas diçka të rëndësishme. Për ndryshe, nuk e kom pas këtë problem, se kur kemi pas koncerte na jemi hyja, jemi dalë, se puna punë. Por që ka qenë në tjetër ndjesi. Undru mirja. Unë bashkë më interesante me të pytë, a mos të kanë ba prindrit presion, 7 vjetë këndejt bashkë me Naimin, atë kanë bë presion, fejohu, martohu, hajde mo, zyrtarizoje lidhjen. Jo. Shumë bukur, do me thonë, kanë qenë shumë rahat, po, shumë bukur. Po, prindrit e Naimit, që thonin për lidhjen e juj? Prindrit e Naimit më kam pritë si me më pas të vajzë, se Naimi nuk ka motra. Naimi është fëmiu i madh i prindve vetë. Edhe unë isha vajza e parë që hyra në shtëpinë e tyre dhe mbaj mend kur nana Naimit mi puth këtë durt, që dhe sot e kësaj dite pas here mi puth durt. Edhe sot e kësaj dite baba i Naimit më thotë qika janë. Kur në një moment, për shambull, Tringa ka hynë në familjen tonë, e kum pa ka e përqaf, a beja Tringën edhe ka i thotë, qika jam nisa mu bo gjelose. Ka shazu që pa po pretë se jo mone një herë momë, se përqaf qa shumë se une jam të alo. O sa e bukur kjo. Më kanë dhuru shumë dashni, edhe i kom thonë abej, s'pret një herë, mas pare më përqaf mu, abej si gjithë shumë ke përqaf mu, dhe më ke thonë qika jam e mu, mas një me Tringën bon qka dush, jo para me e. Sa bukur, shumë e bukur. Kështu janë familje ngritur, familje me pedigre, do më thonë, të kuptushëm, të dashtën, të kulturum. Shifet edhe prej Naimit, Ledzushëm, do me thonë. Më të thonë edhe diçka interesante edhe pse s'ma bone pyetjen. Po, hajde qka. Kur u martova, që thash e mora epitetin e nusës, filloj jeta ime ndryshoj pak, sepse statusi vetë të jap tjetër rang. Absolutisht. Tjetër rang. Edhe une shkojsha në koncerte, u kthejsha vonë nëse kom gjetë muhabetin, tu pi qaje, kom kap tabakun, edhe kom shërby. Në njërën prej ditëve, nas kemi mujt me shku në një mbromje në Struk, se po du mi ra pak si ma shkort, mës me zgjatë si histori, edhe s'kemi pas pasaporta, se na i mori policia pasaportat në ato kushte atëherë, pse kemi shku në Shqipëri, u denu me burge që apo diona, edhe u desht printe Naimit me qu Suzana Tahir Sylajn, edhe Vjolca Buqaj, nëse nuk gaboj, pas në haru për emnin e dytë, dy këngëtare më na zavencu mu edhe Naimin në Strug. Në munges pasaportave, në një mbrëmje sepse kam pas shkolla maturën. Në munges tonë na bënëm zavensem,
s'kishin pasaporta, qysh me dalë, s'ki qysh dalë, edhe i thojnë babës Naimit me i qu ato dyja deri në strug. Nana thot, nana Naimit, thot, po masi ka ven, po vje dhe one s'pelo a bejnë vetën, edhe po e shëshnoj edhe me këto dyja, edhe shkojnë këta. Edhe nana mendon që struga është që aty dikon të... afer. Që të për të ferizoj, dikon të shkupi që aty. Edhe ajo lodhet që shumë, rruga vjetër e dini të gjithë, do me thonë sa ka gjatë rruga me shku deri në strugë dhe kur kthehet, nana Naimit një 2-3 ditë nuk vjen në veti. Prej udhëtimit. Sa herë jom kthy prej koncerteve, kur ma nana Naimit nuk më kalon me prek asgjë me dorën tame. Dhe e kom gjetë shtratin e shtrum, qarshafat e regullum prej durve të nanës Naimit. Miq të nderuar, këtu pak po e ndërprej muhabetin me Mihrien dhe ndjekim pjatën e shefit i cili gatuan në kuzhinën fantastike të Frigo Deluxe. Përshëndetje, unë jam Arben Goshi, jam kuzhinjer në restoranti Tiffany, sot kena me bu patligjon zi rullat. Mas pari marrim patligjonin e zi, edhe duhet ta prejmë sa ma hëll. Tash, masi e kemi prej hëll, na kena me vazhdu mi lën në ujë, që mu zbut pak, i hedhim pak krep, edhe presim një 10 minuta. Pasi i kemi lënë një 10 minuta, tash i morëm i terim 2 ontë. I hedhim vaj në tigan deri sot nxehet. Tash këtu i morëm, i qesim në tigan. I lojna mu forgu pak. I sillim në 2 ontë. Këtu i kemi 2 lloje të gjathnave, edhe kajmak. I shtojnë pak orrat blume, edhe pak kopër. I përzim. Mbasi i përzejtëm, i mbushim tek patligjoni i zi. Mbushim me radhë si cilën. Tash për zbukurim e vendosim ka një lugë. I hedhim pak orra përmi. Pak sheg. Edhe pak balsamiko. Edhe për fund, pak kopër. Kjo ishte receta ime, kongoleshe mbushur me djath nga kuzhinjer Arben Goshi në restoranti Tiffany. Viti 2000, ku e gjenë Mihrien? Vitin 2000 në Prishtinë. Isha në Prishtinë edhe maj men që erdhen disa njerëz prej Evropës edhe kërkun më u taku me Naimin, ashtu nuk e di si ka rjedh sakt kjo histori, por vjen Telebingoja. Edhe fillon Telebingo voluminoze, projekti madh, bashkëpunimi me juve, njohja me juve, komunikimi me juve dhe ka qenë, mendoj që ka qenë një
kthes e madhe në jetën tonë, jo vetëm artistike, po edhe Jetën publike në përgjithësi. ama edhe më personale. Njohja komunikimi me juve, me ty dhe me Ditën, më falë që po drejtona me ty, Të lutem, me juve edhe me Avërdita Saraqinin, për mu ka qenë... Pa tjetër që edhe do të një- më drejtohesh me ti. Po mirë, Pavarësisht që jemi para kamerave. Jo. Jo me humor. Edhe, po, në Prishtinë. Në Prishtinë. Dhe ky ishte, do të thotë, kjo ishte komplet një Ama botë fundi tjetër. i vitit 2000. Fundi i Domethënë vitit, shtatori. po, E kapim shtatori. shtatorin e tutje. Platori. Po. Kur ka lind Platori dhe si erdha ajo amësia te ti? Se ti me gjithate në skenë, ta në kohën. Ka qenë interesant sepse nuk është që kishëm planifiku me kriju familje. Kalun 2 vjetë e gjysë, mas martesës, dojshim edhe pak, edhe pastaj me mendu, me kriju familje. Platori ka ardhë vetë na e ka që zoti, i lumi sot. Falemderit. Falenderimi i takon ati. Edhe një ditë zona në mëngjes, e thom Naimit, Naim, unë që tu kam diçka në barkë. Tash mu kanë gjitë diçka që tu në barkë. Tash garant jam shtatzane, thash s'është e mundën. E thash, unë e po tonë që po e ndjej që to bash në barkë, unë e kam diçka. Do me tonë në gjizjen e kam në ndje bash me njëherë. Masne ka shku koha kur vonimi i ciklit dhe u konstatu që unë jam shtatzane dhe jam gëzu shumë, normal, u gëzu edhe Naimi, po mas shumë të janë gëzu 2 njerës. Nona Naimit që mojnë men edhe më ka përqafu shumë, edhe më ka folë dyqysh mbirë të veshit lumja une për ty, edhe më konë dyqysh si tu hekurosh diçka edhe i kom thonë non, ta urna, ta që më do këtë jam shtatzane. Edhe tu më përqaf edhe tu ma uru dyqysh që tu mbirë të veshit edhe baba ja. Baba ja. Qata baba? Unë i tregova nanës, se më i tregu babës së mërë marre, atëhere koha se ishte, unë i tregova nanës, edhe nana mande i kishtë tregu babës. Ndërkohë, kur jom qupër me arë për Prishtinë, tu më përshëndet baba më ta urime, qika janë urime, a bëden që shto, edhe hypa në kërë edhe erda për Prishtinë edhe e mbajnë mendë, më tonë, këto janë 2 momentet, edhe nana u gëzu shumë, nuk diskutohet, po këto janë 2 momentet që më kam bu përshtypje pak ma shumë sepse reagimet e tyne kanë qenë pak ma të veçanta se të tjerëve. Lindi Platori. Po në 94-ën. Edhe cilat kanë qenë sfidat pastaj, me cilat jeni ballafaqu? Të 2 prind të ri, fëmija këndej, koncertet këndej, ju keni qenë me prind të Naimit tër kohën, edhe besoj që ju kanë dalë ndihmë edhe me u kujdes për Platorin edhe të gjitha, po me gjitha te sfida si nan. Plus telefona s'ka pas, celular atëherë. Jo, s'ka pas. Me një herë mas 2 javë dite e mbajnë mend, Labia bon të programin e vitit 3 edhe unë e lash Platorin me nanën në Naimit 2 javësh, edhe e kisha në gji Platorin, edhe shkova në gjirem, po patën mirë kuptimin që më lanë me gjiru shpejt, jo me u vonu, edhe u ktheva në shpe, veç e di që kur e kom hek fustanin, isha kon e shkatrume prej gjive, do me tonë për qushtit. Edhe mirë s'kishte qajt Platori edhe kjo kaloj se nuk jëm vonu ma shumë se 1 orë e pak minuta. Kur i ka pas Platori 5 muaj na kemi shku një turne në për Evropë, kemi majt 37 koncerte. Edhe në krejt sala Platorin e kom pas me vete. Dhe e kom pas në gji. Do me thonë, 5 muajsh. Unë disha në skenë... A ke marrë dhe diken me vete? Po, sepse organizatorit i kërkum me na ndimu me pas një ndimse, dhe po e këna pas, edhe Kerin e këna pas veçant. Nuk kemi udhtu me grupin, kemi udhtu veç unë e Naimi Platori edhe Vozici. Edhe... Po Platori nuk reke me kërkon, veç me mu. Edhe ka qenë shumë interesant. Unë di shumë rahat ish, deri në momentin kur unë e marsha hapin me dalë në skenë. Unë e disha në skenë, a i filloj ke vajin atje.
O zemë. A din si me inat, a din si me pikë qëllimit. Dhe ka qenë ajo periudhë kohore kur ju lësha zotit o zot mos më kthy publiku edhe një herë në skenë. Se po volona se ajo shtu kaj. E publiku më këtante edhe një. Po ka qenë, asi sot gjeri më thonë dikush, a e kështë bu njëjtën gjë i jo. Me ku me di se çfarë çmimi, nuk e kisha bu. Se ka qenë shumë e ronë. O, ja rujsha një beberan. Ja rujsha si sytë e ballit se s'ka pas tjetër veç ajo, kon edhe veç ata e dojke. Mashtru se ka qenë. Unë patëra një herë dikon, kush ka kena hek deri sa e kena gjetë. Edhe nuk bajke jesh, do më thonë pa ta. Që ka qenë shumë e vështirë. Edhe, do më thonë, isha unë gjithmonë në radhën e tretë. Do më thonë, platori i pare, Naimi, se dhe Naimi për përgatitjen, për kujdesin e tina me dalë në skenë, do më thonë, i dyti Naimi, tani tek visha në ranë e treta one. Edhe shumë shpesh ka ndodhë që të shahe mërë zot, smuna unë e 2 herë, veç këta 2 mos të më smuhen. Do me thonë, kam qenë edhe në kësi loj situata, abidin se vete përballoj, s'ka problem, le të më bjen gripi mu 2 herë, veç këtyne 2-ve jo. Po në raport me platurin më kanë ndihmu shumë nana dhe baba Naimit, edhe Lora. Do me thonë, këtyne 3-ve jo kam shumë bërqë. Shumë, tepër bërqë. Në rritjen e platorit jo kam shumë bërqë. Shumë. Receta tradicionale si zakonisht vjen prej duarve të Olës. Përshëndetje shikues të nderuar. Unë sot do t'ju tregoj një recetë si ta gatuani një bukë misri, apo si i thojmë në gjuhën popullore, bukë kolomoqe. Për një bukë misri ju nevojitet 400 gram miell misri, 100 gram miell gruri, një kos, 50 ml vaj ulliri, 300 ml ujë të vakët dhe ju nevojitet sot buke dhe krep. E tashti e përgatisim gada. Spare vem millin e misrit, pastaj mielin e grurit, kripen, dhe këto i përzim mirë. Tashti këtu në mes e bani kështu një zbrasti dhe këtu e veni kosi, vajnë e ullirit, sodën e bukës, e veni një lugë sheqerët. Dhe 300 ml ujë të vakët. Dhe të gjitha këto i përzini bashkë. Dhe tashti kjo pak është të trashë, do të me qenë pak ma e hollë brumi, dhe i shtoni gradualisht ujë deri sa të fitojmë një masë ashtu të hollë të dendur. Dhe tani, për shikoni, do më thonë, kështu du të me qenë parafërsisht mielli, brumi për bukën e misrit, do më thonë, aq i hollë sa që zbrazët letë në tepsi. Me letrën e borës jem jashtëzakonisht të kënaqur. Një letër me të vërtet shumë e mirë dhe shumë praktike për kuzhinë. Letra bora mendoj që është më e mira në këtë vend. Dhe unë jam shumë e lumtur që muj me bo në këtë tepsi kaq të bukur, kaq të mirë, dhe muj me bo një bukë misri dhe është to kështu edhe që pjek mirë, edhe që duket mirë, mund të gjedhni në si vegeta, në dyqanin e si vegetës në Fushkozov, dhe jo vetëm këtë të mirë, për të gjitha artikujt për kuzhinë të cilë ju nevojitet, apo aparatet të ndryshme aty mundën me gjetë edhe ato që keni haru që si keni. Prandaj, unë sot do të pjeku këtu, por me gjitha te do të përdori edhe letrën për pjekje dhe do t'ju tregoj në mënyrë se si ta preni letrën taman, se shpesh herë nga një herë kër e përdorim letrën fino, e cila është jashtëzakonisht kvalitet dhe mirë,
Atëherë e merrni tepsin kështu, e ktheni përmes. E mas një letrën sa ajo nevojitet. Do me thonë, e paloni kështu sa është prej mesit, tepsis, e paloni letrën për pjekje, finos, dhe e qetni prej mesit këtu, dhe thjesht e preni këtë pjesën e cila është për te funit tepsis. Këto. Dhe thjesht e fitoni kallapin e letrës për tepsi, trumbullakët, fëmijët dhe s'keni nevojë me u lodh fare. Ja shikues të nderuar, tepsia e si vegetës, jashtëzakonisht e mirë, letra e fino dhe kështu do ta kemi një bukë jashtëzakonisht të mirë. Vetëm pak vaj, nuk ka nevojë, po unë e kom, nuk ka nevojë që në gjitët, po thjesht e kom për qef me qitë për bukë. Dhe thash e përzine mirë dhe i hara. Dhe e këtheni me tepsi. Shtën edhe pak vaj olivë mbi. Edhe në furrën e 250 gradë dhe pjekoni për 30 minuta derisa të vreni që u skuq. Dhe shikues të nderuar, buka e misrit u poq, është e gatshme dhe duket shumë bukur. Mu po m'vjen keq që nuk po muj me pre, për arsye së është nxehtë dhe duhet pak me lon më uftof me patë që edhe mrena duket shumë mirë dhe është jashtëzakonisht të shishme. Prandaj unë ju preferoj të gatuni tashti për këto ditë të ftofta për arsye se shkon me turshi, shkon me ajvara, me pingjura, me reçelna që i keni bo. Prandaj shikues të nderuar, në këtë bukë misri apo si i thonë dugagjini bukullo moqe dhe me turshi, ju dëshiroj një javë të këndshme. Deri në emisionin e ardhshëm, ju dëshiroj gjithë të mirë. Kisha pyet edhe diçka, po nuk po du me të pyet, për shkak se të gjithë pyesin. Po pyetëm. Marrëdhënia jote me Tringën. Nuk po du me të pyet, për shkak se ti si person i butë e i afërt që je, unë e di çfarë marrëdhënie mundet me qenë ajo, vetëm marrëdhënie e mirë. Por dua të pyes një gjë. Kur erdhi Platori edhe tha, unë u njofta me vajzën dhe dua ta marr. Si u ndjet ti e Naimi? Unë kam qenë vetë në shpe, kur s'ka qenë Naimi prezent, dhe me thonë kur ta Platori, kur më tregoj që ka vendos, edhe ajo është Tringa dhe ka një Tringa, u gëzova shumë me tonë të drejtën, edhe gjatë muhabetit, tha është e Mitrovicës, u gëzova edhe një fish më shumë, sepse e një mentalitetin e regionit tanë, shumë mirë, do me thonë. Dhe me Mitrovicën janë dy sene, o ka njerëz shumë të mirë, o ka njerëz jo bashkë mirë. Mesi është problem mu gjetë. Edhe i thash Platorit, inshallah ke qëllu në grupin e këtyne të mirëve. Edhe fatmirësisht ka dalë kjo e grupit të mirëve, kështu që unë jam shumë e lumtur për Tringën. Po jam hala me e lumtur edhe për Platorin që e ka Tringën. Sa bukur e thakte. Edhe unë tani këtu publikisht i uroj fat të trashëgohen, i uroj të dyve që të shkëlqejnë në profesionet e tyre. Nuk do të zgjasim më, për shkak se këtu jemi për Tringa, për vjehrën tënde, Plator për nonën tënde. Faleminderit shumë.
Miki, erdhëm praktikisht deri te viti 2000, vitin 2000 e tutje ta dim të gjithë. Ke qenë non-stop në skenë, ke qenë non-stop me prurje të reja, mos thom që unë e halan zemër e kom këngën tonë në puthje kosovare, ato nuk e ndroj. E di që të pëlqen shumë. Shumë më pëlqen. Por edhe je dora e djathtë e Naimit në emisionin që ende vazhdon të transmetohet dhe ende vazhdon të punoj ka 20 vjet gati. Odeoni, sa vjet? Jo, Odeoni si Odeon, si emër Odeon, është që 13 vjet. 13 vjet. Po. Pak po duken 13 vjet. Jo, nuk po duken pak, po Naimi e ka pas edhe përveç telebingos, e ka pas teleshowun, quizin, e ka pas me një radio televizionin 21. Ka qenë edhe show me yjet, atëherë ju kujtoj shumë mirë sheshin 21. Bashke kemi ba, po. Dhe pastaj ka qenë Po na vjen, që pritshim pavarësin, Po na vjen pavarësia. Edhe tash Odeoni. Tash me emrin Odeonit. Dhe që Janë nga 20 e sa vjet? 25 vjet Po, krah Naimit. Po, është e vërtet. Edhe tash, është e vërtet. këtu deshta edhe të dalë. Kënga, edhe kjo pjesa, të themi kështu, që s'ka të bëj me këngën. Pjesa që zakonisht ne e bëjmë gazetartë. Si u gjinde, si e more forcën fundit. Vullneti i madh për pungjire, dëshira e madhe për të qenë aty ku e kom venin. Do të thonë, më ka bo që mos me ndje lodhje ose me pas hezitime. Do të thonë, as në ndërdijes tam nuk i kom thonë që nuk mundesh. Do të thonë, mundesh edhe mundesh. Edhe fillimisht jam ndje më sigurt Naimi në skenë e une në prapa skenë, sepse përgjegjësit E prapa skenës janë shumë të mëdhaja, por i përballojsha më lehtë se sa daljen tam para kamerave. E kam une një tëmet që nuk e di a ku më thonë ndonjëherë ajo, po do ta them për herë të parë. Unë para kamerave nuk di me lexu. Nuk muj me lexu, se nuk shoh. Jo që s'shoh, se unë shoh shumë mirë. Po letra bardhë më del. Nuk ju më mësu me lexu para kamerës. Do të thonë, kjo është desi jami, nuk e kuptoj pse kam këtë ndjesi. Dhe sarëm ka thonë Naimi, apo e udhëheqim bashkë emisionin, i kom thonë, jo se s'unë lexoj, unë e para kamerave. Do të thonë, unë me lexu para publikut e kam problem. Me këndu nuk e ki problem. Jo, me këndu jo. Me mësu përmensh, e mësoj edhe thonë përmensh, nuk ka kurfar probleme. Ama me lexu para kamerave mu që ajo letër më del badë krejt. Kjo është e meta jame. Edhe një herë një kohë të gjatë unë nuk kom pranu, do me thonë, me dalë me Naimin me udhëheq në një show program. Edhe e kom zjedh prapa skenën, që i kom thuj komt 100 herë, do me thonë, kom ku katë për i komve, vrapo anej, vrapo këndej. Veç që me rjedhë gjithë mirë, ju e dini ma s'kam qka me thonë, po e thënë për publikun. Por erdhi momenti që tha Naimi, jo dosh me dalë në emision me mu. Atëherë e binda vetën gradualisht, duke i thënë që skenarin më ma dhonë 2-3 ditë për para, që me mësu përmensh, e letrën veç me majtë ndorë sa për sy e faqe, kishe për e lexoj, se lexoj, edhe më qiti punë më shumë sepse është edhe pamja vizive, është pamja skenike. është pustane, është floko, është qerpiko, është thoni, do me thonë janë këtë këto pika, do me thonë që e përbëjnë silueta. Do javë duesh me qenë cakum pakum. Po, edhe për zotin ka njerë për jahuqe, po qysh mos me jahuqe dhe të këto dalje. Do me thonë, vish një herë njaftë me dalë është si me pas një darsëm në shpe. Absolutisht. Si me pas një darsëm në shpe. Jo, ka njerë jahuqe, po unë e di që jahuqe, po ka njerë s'kam edhe zgjidhja. Në ashtë asë të më po që atër kërë. Shqyqë që së më ke pa. Okej, kjo ishte ajo pjesa ku une pys dhe ku une intervistoj Mirje Brahan. Por, i kemi edhe një 5 kajmak, të cilat na i bën Ben Apolloni, jonë pak me spec, po me spec të lezeqëm. A din si kur ja qëtë pasulit pak bibert koqë, që ashtu. që ashtu. Por e kemi edhe SMS-in pa zarar.
Të dyjat i kryon Ben Apollonin, ndërsa unë ty Miki, po ta qoj mos e lexo, bëne copy and paste në 5 adresa dhe ta shohim se si po të përgjigjen. Ndërkohë, miq të nderuar, derisa Mihria e dërgon SMS-in, radha do të ishte tani ta ndjekim recetën e Rudit. Mirëmëngjesi miq të dashur. Sot e dile, garantini qumë avon. Unë sot kom vendos me bo një mëngjes shumë të lehtë për një të dile fantastike. Çka kom marrë këto? Kosin grek me zero yndyrë. I kemi myslit me shije të frutave, si dhe mjedrat. Personalisht që një kohë kom fillu qështu mëngjes me hongër shumë ma lehtë. E thash, pse mos me bo dhe në emision një mëngjes shumë të lehtë që munden edhe jo me e shiju. Kjo zakonisht bëhet në gotë, ose edhe në pjata që janë trumbullakta të vogla. I marrim myslit, e vendosim një gotë mysli. Kjo mundet të më shërby edhe si ëmbëlsirë, vetëm në vend të krem djathit grek, mundeni me përdor mascarpone. Vendosim një lugë krem djathi, grik jogurt. Sasi të frutave, unë sot po përdori mjedra, mirë po ju mundeni me përdor çfarë do fruti që keni në shtëpi. Unë jam adhuruese e mjedrave, kështu që dhe kështu prap e mbushim me mysli. Mirë po, kur të përdorni myslit dhe frutat, mundoni që edhe myslit me qenë me frutat të thota. Dhe i vendosim sasin e mjedrave sipër. Kemi të pastër dhe po i vendosim vetë sa për dekor, që me na u duk më e bukur për sy, dhe për shije nuk diskutohet, dhe është një mëngjes dhe i shëndetshëm, dhe miq të dashur, kjo është një gotë fantastike për një mëngjes të dielën. Deri të dielën e ardhshme, mirëmbëçi. Miru pafshim. Mihria i dërgoj 5 mesazhe. Kujt ja dërgove? Ata merr menja që mos më ja dërgu Naimit, s'ka shans. Do me thonë Naimit, e fillova me Naimin. Natyrisht. Por nuk e di çka ka mesazhi brenda. Tash e lexojmë, tash e kupton. Po, por i vura në lajthitje dhe platorin edhe tringën. Shumë me bukur. këtë mesazh. Po. Lorën edhe vllaun e Naimit Lulin. Shumë bukur. Apo ju pëlqen? Tash fort bukur. Po më bën telefoni. Mos u përgjigj një herë. Okej. Ta lexojmë mesazhin. Mesazhi tingëllon kështu. Njerëz, më ndihmoni se jam në hall të madh. Ma kanë bë një ofertë të mirë me moderu një emision të ri, por me kusht që me e lan Odeonin. Por me e lan Odeonin, po më duket si me e lan Naimin. Nuk po di çka me bë. Ama shumë parë më kanë ofru bre. Benua, ky që marifet është Benit. A kemi ndonjë përgjigje me njëherë? përgjigje? Po, tringa ka këty me njëherë. Ha. Pse po talësh Miki, kush ta ka shkru këtë SMS? Atë ka marrë dikush në telefona, Miki, zemër, mi ka që dhe zemra. Zemrë, sa e bukur. Ndonjë mesazh tjetër? Jo, veç tringa ke para që ma dërgoj. Ma kthej. Okej. Ndërkohë vinë edhe mesazhe tjera, shpresojmë që vinë edhe mesazhe tjera, ndërsa tani pak para se me fillu me pytjet gjedet, kom me të bërgjë në një përgjigje kërë më ke pytë cili ka qenë kompozitori i parë që ke bashkëpunu me ta. Ka qenë Naim Krasniqi,
i cili ma ka komponu këngën Lotët në përfaqe dhe në vitin 1992 unë e mora pjesë për herë të parë në festivalin e këngës në Radio Televizionin Shqiptar në Tiranë. Dhe mora çmimin e tretë për herë të parë, do me thonë, mbahet festivali i hapur jashtë kufive të Shqipërisë me Kosovar. Ka qenë në ky momente dhe kompozitori i parë është Naim Krasniqi. Edhe prej atëherë ty të mban mend Shqipëria. Po, është e vërtet. Po, fikse vërtet. Edhe ani thojshin Mirie Braja. Braja, po. Braja. Edhe sot i kësaj dite do vazhdojnë me thonë që ashtu Braja. Myrie Braja. Myrie Braja, po. Unë përsëri tash po kthehem te këto 5 pyetjet e Cilën me marr? Benit. Cilën dush? Okej. E merr pyetjen, ma jep kavanozin ta hek, edhe e lexon pyetjen dhe përgjigjesh. Hajde. Atë ka ndodhur që kur të kanë ftuar të këndosh në ndonjë dasëm, të thojnë, 2 pika, vishu sa ma thjesht, aman, mos ja merr nusës anën. Jo, Ben. Jo, s'm ka buba ki asnjëre. Jo. Kemi këndu në për dasma, edhe vazhdojmë të këndojmë, të jemi pranishëm, por kodin e dasmave i dim edhe na, do me thonë, nuk kam shku asnjëre e veshur me të bardha, edhe jam vesh miri, ja është vesh miri. Në stilin e vetë, nuk e kam ndryshu. Shumë bukur. Unë e mendoj që Beni ka menu për shkak të bukurisë tënde. Benit mu i mi thonë diçka në lidhje me qita, me ndërlidh. Po? Ka pas momente kur femrat kanë ikë prej meja dhe prej lorës. Në bashkë të dukjes, apo kuptan, kemi hynë valle. Po, dhe jonë largu. Edhe jonë largu, që e kemi kuptu që po largohen për shkak të pamjes. Këta e kemi vrejt në disa raste. Në disa raste. Për ndryshe, vrapojnë mas neve mu fotografu, më stinglon kjo, më stinglon keq. A është e vërtet se kur djali juaj Platore e ka prezentu nusën para teje dhe Naimit dhe ka thonë kjo është e bukura e dhejot e ti ke fillu të këndosh ma ka dal. Jo, Ben, jo, nuk ka thonë që shto Platore, asna nuk i kemi thonë ma ka dal, por për herë të parë kur ka orë tringa, stash unë i pindërlidhi përgjigjet, për mes me këthy me po jo, shkort. Po? Kur ka orë për herë të parë tringa në shpitamën, i kom thonë tringës, sot mund është mu ullë ku të dush, se kur vish herën tjetër të kalzoj ku së duhesh mu ullë. Ku ben jem? Ben jem. Po. I kom thonë qëpar kafe pen, më ka thonë jo që po qona unë e mi qit, i kom thonë jo, po ta qes kafe në unë e kësaj radhe, se kur të vish herën tjetër kimi ja qit vetës edhe mu. Vjera. Të dera, po vjera, po, njëtën ditë, të dera kur ka hi, të dera sefte, i kom thonë ama paltën, se ka qenë borë, ama paltën edhe qantën, e më ka thonë, jo, që s'ka problemi, kom thonë, ama ti maj, qatë, se herën tjetër, nuk ti maj. Këto kanë qenë 3 sanet që ja kom thonë tringës kur ka ardhë, për herë parë. Vjera, qëto vjerë? Në vjerën e veti ka thonë ma ka dal. Po, po. Qashtë. E ndërlidhe mirë që. Pa tjetër. Dihet se Mitrovica kanë gjerë shumë pasurinë në toksore, por a mendon se nga ato mbi toksoret, me qmura është Mirie Braja. Sa më pëlqej kjo pyetje, shumë më pëlqej. Tani duhet me hek modestin. Absolutisht. Gjere, kom këgja vështirë me folë për vetën. Po, veç duhesh, ndonjëherë edhe duhet, më falë. E di jam dakord me ty, se kam nevoj ka njëherë me i folë vetës, me i kujtu disa gjana që hej, ti e kjo, ti e këto. Absolutisht, edhe nuk ka qenë letë me fillu në kohën kur ti ke fillu. Është e vërtet. Shumë letë e kanë sot edhe me rrjete sociale, edhe me asi autotune, me gjërat të tilla, ndërsa në kohën kur ke fillu ti dhe je ende në maja, më falë, me gjithate duhesh me folë. Edhe duhesh me u krenu me punën që e ke po. Faleminderit shumë për krejt fjalët e mira, e vlerësoj shumë jashtë mase shumë,
Edhe pyetjen Beni shumë e pëlqeva, mendoj që jam edhe unë një ftyrë emblematike e qytetit Mitrovicës. Me vlera. Absolutisht. Edhe është një pasuri kombëtare megjithatë. Kështu që Benit faleminderit për pyetjet. Ke shumë e bukur. Shumë e bukur. Mori ki bo do pyetje. Aha, te. A është e vërtet se kur Naimi përgjigjet në telefon prezantohet, alo burri miri e vrasë. Për shkak se ti je xheloz. Jo, jo. Naimi kur nuk prezantohet si burri miri e vrasë. Unë të paktën nuk e kom një unë. Për ndryshe edhe shumë rrallë na bjen me kon adhe njoni larg tjetrit, gjithmonë jemi bashk. Me ndërlidh pak me këto brenda argëtimit, do me thonë. Brenda batutës, po. Po, batutës, kur vendosin mikrofonin, kur të ma vendosin meshkujt, Naimi thot mos e prek grun Mos ma prek grun. Mos ma prek grun, ose mos e prek grun e ujë, aty reagon. A burri miri e bras nuk është që e kum një herë të thonë, se nuk... Jo, Beno. Nuk e ka praktiku, nuk e di. Jo, Beno. A qef kisha pas me një, pse jo, bre me toni me jam burri miri e bras? Lutna. Interesant, po t'inglloj ka. A je më bukur apo këndon më bukur se Naimi? Mund zgjedhësh veç njërën. Kjo është pyetje që don pak. Ma e bukur po se po, unë e po ta tham. Pak elaborim për me këndu. Një kohë gjatë kom thonë që unë e kënoj ma bukur se Naimi. Po janë në një 2 mbrëmjet e fundit për festën e flamurit, që i kam shumë të fresk të atash. Edhe Naimi ka këndu aq fort, aq bukur, ende ka vokalin fantastik si në opera, do me thonë, edhe më kalon me goj hapur edhe në këtë moshë që është. Do me thonë, nuk e dim, mes me edhe Naimi cili kënojna ma mirë, ama për mu, ma ka ty me në Naimi, që ta shito kohët e fundit e Naimi, po këna ma mirë se ona. Beno... Nuk dorzona, unë e kënoj ma mirë se Naimi. Unë jam me Mikin. Unë jam me Mikin. Në është ma e bukur dhe kënon ma mirë. Por, gjithnjë që ndroj atë që tha Mihria, që vokali i Naimit është unik edhe e ka vokalin fantastik. Unë e majnë mend prej qepe para 2-3 vjeç. Ka qenë fantastik, fantastik. Edhe atë live, se në qepe gjithmonë është këndu live. Tash, të gjitha praktikisht i shoshitëm, kam ngelur dhe një detyrë vetëm për Myrie Brian. Myrie Brian, te kontrolloj edhe njëra që telefonin tanë, se po mdo këtë ka shkrujt dikush? A kanë shkru? Platore. Po, që po të... Ani dhe, një emision ti, një emision babi. Shumë kjetë. Një emision ti, një emision babi. Po të bukur. Dhe përgjigje tjetër nuk kemi? Jo, nuk kemi. Shumë bukur. Mjaftojnë edhe 2 përgjigje ti kemi prej njerëzve shumë të afër, do të thot prej djalit edhe nusës. Ndërsa këtu, do të më shkruash diçka për emisionin, si u ndjeve, si t'u duk, çka të dush ti, praktikisht. Dhe pastaj do të na e lexosh dhe në fund kam dhe një pyetje për ty. Dhe miq të nderuar, në këto çaste derisa Mihria po shkruan në fletoren e Majt Gjuhës, ne ndjekim recetën e Mamadeus. Të dashur shikues, përshëndetje. Këtë diel po takohemi për një recetë shëruese, për një recetë për ato ditët kur na kap kulli, e fyti, e gripi, neve edhe fëmijët. Prandaj e kemi një antibiotik natyral.
si të përdoret fjala antibiotik natyral, dihet që është recetë që ka përmbajtje ose qep, ose hudhër, ose dy atë bashkë. Unë sot kam përzgjedh hudhrën. Edhe e kam një recetë tepër të mirë dhe anti-inflamatore për këto ditë me gripra. I kemi një 5-6 pelpej hudhër edhe i qesim me uzi në 1 litër ujë. I kemi 2 portokaj të mëdhej, po pjesën portokajt për ndryshe i kemi lanë në sodë të bukës për me ju eliminu të gjitha pesticidet dhe ngjyrat artificiale që mund t'i ketë lëvorja e portokallit. Prandaj, në këtë mënyrë, unë mundem lirisht edhe me i qitë me uzi bashkë me lëvore portokajt. Kështu po i shtrydhem, edhe tjerat po i qesim kështu. 2 portokaj tham, gjingjer apo gjengjefil, pak më shumë se 1 gisht dhe kanel. Për ndryshe, unë këto nuk më qëlloj në studio, e shumë gabim se dhe në studio e mbajmë tumerik, apo kurkuma, apo shafran indian. Është ideale për këtë recetë, edhe nëse ja shtoni atëherë është tepër ka veti shëruese edhe e pastron ente gjakut, e dezinfekton fytyn edhe krejt të mirat. E lëm të zihet për një 20 minuta deri në 30 minuta, e pastaj do ta marrim vetëm lëngun. Do të thotë pa këto copzat e portokallit, pa thelpejt e hudhrës edhe pa gjengjefilin, vetëm ujin e marrim e qesim në një gotë ose në një kavanoz ose në një shishe qelqit, edhe atë do ta pijmë çdo ditë sa jemi me grip. Për gjysmë ore pija jonë shëruese u përgatit. Më thash do ta lëm me një enë, e pastaj mundemi me pi tër ditën. Ajo enë mundet me qenë shishe e qelqit, mundet me qenë ndonjë i brek për çaj, sikur ky që e kam unë. Unë me njëherë po ja servoj vetës, po qes edhe pak mjalt, mjaltën vetëm me luk të trurit, e dini. Edhe po e pi qajin kundër gripit edhe kundër tohjes. Me këtë recetë që era po i vjen e mrekullueshme, duheni me provu edhe jo, hudhra nuk po vrehet fare, por që efekti i saj ka me u vrejt në organizmin e juj kur ta përdorni. Me këtë recetë, me këtë pije shëruese, unë juve po ju dëshiroj shëndet, lumturi, çdo të mirë, dillën tjetër mos harroni me na ndjek. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Çka shkroma? O, çka shkrove? Me menxem, Gjeri Zamër, e nderuar, nuk gjej fjalë të ti them se si unë ndjeva. E mahnitur si gjithmonë me energjin e pozitivitetin tënd. Respektin që kam për ty e familjen tënde, veç Zoti i madh e di. Shumë të faleminderit. Ti e nderuar, je mrekullia vet, edhe për një arsye, sepse ke sjell në jetë një artist të madh siç është Ledri. Shumë dashni për ty dhe familjen tënde. Shumë të faleminderit. Unë ndjeva mrekullueshëm, ma shkurt. Shumë të faleminderit. Dhe të faleminderit, a përshë që e lexove? E lexova. Po nuk është faqe e bardhë kjo. Kom nisë mu mësu. Ndërsa tani e kam edhe një pyetje në fund. Me tuaj. Nuk e di. Pse të kemi në majet gjuhës? Nuk e di. O duhesh për me e ditë. Po qysh shme e ditë? Nuk e di. Çka përshkruan këtu? Të kemi në majet të gjuhës sepse je yll.
Faleminderit shumë. Kjo është dhurat prej emisionit Shumë e ton. bukur. Edhe ti këtë e meriton Gjergjef. Gjergjef, sa i bukur. Qikat e suodollit gjithmonë kanë ditë me Valla. qëndis A me din që unë e Gjergjef. di? Vërtet? Po. Nuk ka punë dore që s'di me bo, edhe me gjilpun. Bravo. Ato ojat e nuseve, Po. të këmishave, koshat, Krejt. na kam su nana, krejt po. Jam me gjëranç me gjire. Po. Qike suodollit? Qike suodollit, po. Qike Flex, suodollit. Po. Mirjet, faleminderit shumë për Faleminderit. kohën që e ke gjetë. E di që kjo Faleminderit. kohë është ta shumë e ngarkume me xhirimet të programeve të vitit të ri, me pjesëmarrje në festa, në ndeja, në koncerte, dhe të faleminderit që e ke gjetë kohën për publikun tim. Të ka ardhur edhe ndonjë mesazh? Po. Hajde ti lexojmë para se ta përmbyllim. Lora, Lora pas ka shkruaj gjatë diçka. Po. A pe lexon ti? Hajde lexoj. Patjetër. Mi syzat. Ej, mi kiç kemi. Që to e lexova pas syzat. Mendoj edhe pse Odeoni mendoj që nuk bën as pa Naimin, ama edhe pa ty heq s'bën. Me mendu si ndryshim pak s'po di, ama ti shikoj artistikisht sa po të përshtatet, se sa për pjesën materiale na dhe kështu në rend parë nuk i kemi paret. Halo, që ka bre, më një puq. Ama mos e shi si hall, shikoje si ofert. Paret shkojnë dhe vinë, vepro qysh ti e vlerëson. Nese, unë nuk po e di se çka po bëhet fjalë për këtë emisionin, tema cila është, apo edhe çfarë koncepti ka. Se di sa të kam ndihmu, ama nëse ka gjëra që nuk mi ke thënë në SMS, vi ku je ti zemër dhe e bisedojmë. Të kis shumë, loqk, Lori. Lora. Naimi, Mos e ekskyzat, lexoj edhe mesazhin e Naimit se ti pe lexon më bukur. Edhe ky pas ka shkruaj gjatë. Opa! Është nder kur të vlerësojnë dhe të ofrojnë një emision tjetër. Kushti është i vështirë. Nuk të ndihmoj dot sepse e di që nuk ka kusht që të ban me u hamendësue. Ti vetë nuk ke pranuar edhe në raste tjera dhe po t'i shkruaj fjalët tua që mi ke thënë atëherë. Odeoni për mua nuk është thjesht me ndërru një punë. Është me ndërru një jetë të tërë, një familje, një rrugtim 20 vjeçar. E fjalë tjera mos shka. Naim, ti nuk je vetëm bashkëpunëtori im, je gjysma e punës time, kemi ngritur çdo gjë bashkë. Fjalët e tuja po i përdor. Paraja është e mirë, por se blen dot as respektin, as historinë, as shpirtin e një emisioni që e kemi rritë me vite. Tash, si të ndihmoj kundër vetes tënde? Praktikisht ti ka shkru mesin e ke me fjalë tuja që ja ke thënë, kur ke pas vërtet ofertë për emision tjetër. Kështu që Naim, valla, po dinmi. Valla, pas ke godit. Pyetja ka qenë fantastike, venit edhe ke... Edhe një mesazh e kena të fundit. Po? Kush? Luli. 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 Hajde. Djeri more qylit, meri paret. Ju njoh tepër mirë dhe e di si funksiononi, prandaj nuk ju shoh juve kurse si as larg Naimit e as larg Odeonit. Praktikisht pjesën e pare ka pas talje me shaka edhe... Kreativ, Luli kreativ. Nuk e beson praktikisht që ndahet as prej Odeonit, natyrisht jon prej Naimit. Tamam puna. Që është një jetë e tërë bashkë dhe një jetë e mbushur me dashuni, me halle, me probleme, me të mira, me gëzime, me të gjitha. Në sezonin tjetër do ta kemi edhe Naimin, por sot këtu e përmbyllim me këngëtaren ton, me miken ton, fantastike Mihrie Braha. Mihrie, të falemderit shumë. Falemderit juve. E ke meritu. Do ta mbaj me shumë dashni në një vend shumë të bukur në dhomën time të gjumit. Shumë të falemderit. Se ka një herë kur të harroj në Isana pëden, për vetën tame e lexoj. Lutna. E lexoj, më ma kujtu. Me ta kujtu. Po, falemderit, shumë dhurate e bukur, e vlerësoj shumë. Dhe të falemderit shumë që ke gjetë kohën që të vish, ndërsa miq të nderuar,
Ju falenderoj që keni qëndruar deri në këto qaste me ne. Mihrien mund të shihni në për koncerte, mund të shihni në televizion sa herë që të doni, sa herë që të asilni 21 popullore, 21 plus, për shkak se e kemi gjithmonë të pranishme me këngët e veta, por edhe çdo të diel mund të shihni në Odeon, ndërsa me njerë pas Mihries më shihni edhe mu. Shifemi bashk javën që vjen.